pastaj ka e bukur. Është e gjitha me tavan me pikturë origjinale, edhe me tavan me gdhenjë origjinal viti 1764, dhe pjesa këtu lart ishte për gratë e shërbimit, që shikonin nga aty nëse si mungon diçka burrave për shërbim. Për shërbim. Këto ishin të i varnin pushkët. Këto janë armët e vjetra, kjo quhet karafile, është e biteve 1800 deri 200 vjeçare, e gjitha punuar me arzent. Ndërsa kjo është mangalli që mbushe me prush për ngrohur ambientin, edhe kjo senia e bakrit që ulishin rreth rrotit që vjet burrat, po sofra, edhe kjo lart është seni i bakrit që hanë. Ndërsa kjo është çark duhani që ishte për grirë duhan. Kemi dhe këto instrument, kjo është lahuta, që është një nga instrumentet më të vjetra dhe më të lashtë të Shqipërisë, që përdoren nga pjesëtarët familjes ku ishin këtu. Do të thënë këtu ishin dhe armët, ishin edhe instrumentet e argëtimit. Sepse armët i kishin për ndonjë rast emergjent. Sepse atëherë gjithmonë ka qenë në kohë lufte dhe kohë pushimit. Po shtëpia pronë e kujt? Shtëpia ka qenë e pronë e toptanëve, ose në saktë e kaplan pas toptanët, që ishte nga familjet më të pasura të asaj kohe dhe ishte general dhe be në ndikimin e Pranërisë Osmane.